Përfundoi numërimi I votave në Kosovë, kurti politikani më I votuar vetëvendosja e para me 53 mandate. Megjithatë nuk mund ta krijojë e vet me qeverinë. Ka përfunduar procesi I numërimit të gjithë votave për zgjedhjet parlamentare në Kosovë, përfshirë dhe fletët e votimit nga diaspora. Lajmi u bë I ditur nga zëdhënësi I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, I cili sqaroi se tashmë janë përmbyllur të gjithë fazat e numërimit, duke përfshirë votat e hedhura në përfaqësitë diplomatike, votat me postë, votat me kusht, ato të personave me nevoja të veçanta. Në qendrën e numërimit të rezultateve janë numëruar votat e hedhura në 47% të votimeve të 30 përfaqësive diplomatike të Kosovës, ku janë votuar nga 23.000 shtetas dhe 83.000 flet votime të ardhura me postë. Gjithashtu janë numëruar 8.700 vota dhe rreth 1.840 flet votime të personave me nevoja veçanta. Referuar rezultate paraprake të publikuar nga KQZ, lëvizja dhe vetëvendosja renditet forcë e parë me 47.13%, duke siguruar 53 mandate në kuvend. E dyta është Partia Demokratike e Kosovës me 22 mandate, Lidhja Demokratike me 18 mandate. Kurti rezulton politikani më I votuar me 324.331 vota, pastaj renditet Osmani me 92.234 vota, ndërsa kryetari I LDK-s Abdi Xhiku ka marrë 8.342 vota më pak se Osmani. Megjithatë, vetëvendosja ka dalë sërish partia më e madhe në vend. Ajo mund ta ndërtojë qeverinë me partitë e minoriteteve, duke arritur numrin e 61 deputetëve.